Kur lajmi ra mbi Eleanoren, ajo nuk mund të besonte se ishte e vërtet. Trashëgimia që i kishin premtuar prej vitesh, një shtëpi e madhe me kopsh dhe pamje nga deti, ishte zëvendësuar nga një objekt i rënuar, i mbuluar nga pluhuri dhe harresa, e gjendur mes rënojave, me derë të thyera dhe xhama të qarë. Ajo ndjeu një përzierje neverie dhe kurioziteti. Muret e shkatëruara dhe dyshemeja e dëmtuar tregonin histori të harruara. Por diçka brenda saj e tërhoqi menjëherë. Një ndjenjë se ajo nuk kishte ardhur kot. Çdo hap që bënte në atë shtëpi të braktisur shkaktonte një tingull të ngjashëm me jehonën e së shkuarës. Dritaret e thyera lejonin rreze drite të futur, duke zbuluar copa të mobiljeve të kalbura dhe libra të hedhur në dysheme. Pesha e heshtjes ishte përtej çdo pritjeje, por ndërsa Eleanore përshkonte korridoret e ngushta dhe dhomat e mbushura me pluhur, ajo filloi të dallonte detaje që nuk përputheshin me rënojat e thjeshta të një shtëpie të braktisur. Një orë murale që funksiononte ende, një raft i fshehur i mbushur me dokumente të vjetra, një kuti me letra të mbajtura në mënyrë të kujdesshme. Gjithçka dukej se kishte mbetur në pritje të dikujt që do t'i kuptonte. Në një dhomë të madhe në pjesën më të thellë të shtëpisë, Eleanore zbuloi një derë të fshehur pas një perde të prishur. Ajo e shtyu me kujdes dhe një erë e ftohtë i përshkoi fytyrën. Brenda gjende një dhomë e vogël, e mbushur me objekte të çuditshme dhe të çmuara, të harruara nga koha. Fotografitë e vjetra të familjeve që kishin jetuar aty, librat me shënime dhe diagramet e planit të shtëpisë. Dhe mbi të gjitha një kuti druri e mbushur me dokumente që tregonin histori të fshehura të pasurisë dhe marrëdhënieve që ajo kur nuk i kishte njohur. Eleanore e kuptoi menjëherë se trashëgimia nuk ishte vetëm një shtëpi, por një rrëfim i gjallë i të kaluarës së familjes së saj. Çdo objekt kishte një histori, çdo letër një sekret që kishte mbijetuar deceniume. Ajo që gjeti aty brenda nuk ishte thjesht pasuri materiale. Ishte një mozaik i kujtimeve, zgjedhjeve dhe humbjeve që kishin formuar gjenerata që e kishin lënë pas vetes këtë vend. Por ndërsa hulumtonte mëtej, ajo zbuloi diçka që e tronditi më shumë se vetë rënojat e shtëpisë. Një dokument i vjetër, i ruajtur me kujdes, tregonte për një marrëveshje sekrete që kishte lidhur familjen e saj me njerëz të fuqishëm dhe të pasur. Një marrëveshje që ishte fshehur nga gjeneratat e mëparshme. Ky dokument nuk ishte thjesht një pjesë historie. Ai kishte fuqinë të ndryshonte perceptimin e saj për gjithçka që ajo mendonte se e njihte. Pas disa ditësh duke eksploruar dhomat e fshehura dhe duke analizuar dokumentet, Eleanore filloi të ndjente një lidhje të thellë me ata që kishin jetuar aty para saj. Historia e shtëpisë u bë saj, dhe ajo kuptoi se nuk ishte vetëm trashëgimtare e kësaj pasurie të pazakontë. Ajo ishte gjithashtu kujdestarja e sekretit që mund të ndryshonte fatet e njerëzve që do të vinin pas saj. Ajo që kishte filluar si zhgënjim dhe zemërim ndaj një trashëgimie të zhgënjur u shndërrua në një ndjenjë pushteti dhe kuptimi. Shtëpia e shkatëruar nuk ishte vetëm një vend për të jetuar. Ajo ishte një portal drejt së kaluarës, një mënyrë për të kuptuar se si zgjedhjet dhe fshehtësitë e dikurshme mund të ndikojnë në të ardhmen. Dhe ndërsa Eleanore ul në dyshemen e mbuluar me pluhur, duke lexuar dokument pas dokumenti, ajo ndjeu se historia që kishte zbuluar ishte vetëm fillimi i diçkaje më të madhe. Diçkaje që do të trondiste jo vetëm familjen e saj, por gjithë komunitetin që e rrethonte këtë shtëpi të harruar. Dita pas dite, Eleanore u zhyt më thellë në dokumentet e vjetra. Shënime dhe letrat flisnin për marrëveshje të fshehta, lidhje familjare të komplikuara dhe fakte që nuk ishin përmendur kurrë. Ajo gjeti edhe karta të vjetra bankare, regjistrime pronash dhe kontrata që nuk ishin asnjëherë regjistruar në zyrat lokale. Çdo dokument i ri që zbulonte e shtynte më shumë të kuptonte se shtëpia nuk ishte thjesht një objekt i braktisur, por një depo e kujtimeve dhe sekretet e familjeve që e kishin ndërtuar dhe humbur në të njëjtën kohë. Një ditë, ndërsa po hulumtonte në pjesën e pak të bodrumit që nuk ishte shembur nga koha, ajo gjeti një kuti të vogël metalike, e mbuluar me pluhur dhe njolla gjaku të tharë. Kutia dukej sikur kishte qëndruar aty për dekada. Kur e hapi me dorë të dridhur, brenda gjende një koleksion i fotografive dhe dokumenteve që tregonin lidhje të pazakonta me figura të fuqishme politike dhe biznesi. Disa prej të cilëve ishin emra që nuk figuronin askund në gazetat apo regjistrat publik. Disa letra ishin të koduara, me simbole që Eleanore nuk i kishte parë kurrë më parë. Kur nisi t'i lexonte dhe t'i studionte më me kujdes, filloi të kuptonte një gjë të frikshme.
Shumë nga persona që i përmendnin dokumentet nuk ishin të vdekur, por të zhdukur. Disa kishin lënë pas histori misterioze, ndërsa të tjerët kishin humbur çdo gjurmë nga komuniteti. Ajo filloi të ndihej e ndjekur, sikur shtëpia kishte sytë e vet. Drita që depërtonte nëpër dritaret e fyera, hapat e saj mbi dyshemen e kërcitur, madje edhe era që hynte nga dera e prishur duke të sillte mesazhe të fshehta që vetëm ajo mund t'i kuptonte. Eleanore nuk ishte më e sigurt nëse ishte vetëm një trashëgimtare e pasurisë, apo një pjesë e një rrjeti të madh sekretesh dhe intrigash që kishin mbijetuar për shekuj. Ajo kuptoi se çfarë kishte gjetur mund të ndryshonte jo vetëm fatin e familjes së saj, por edhe të një grupi të tërë njerëzish që ishin të lidhur me shtëpinë dhe historinë e saj. Kur një mëngjes se hapi kutinë e vogël dhe pa një letër të fundit, ajo mbeti pa frym. Letra ishte adresuar për të dhe me shkronja të shkruara me kujdes, shkruante: "Jo gjithçka është ajo që duket. Çdo hap që bën do të shfaqë të kaluarën në mënyra që nuk mund t'i imagjinosh. Kujdes, sepse disa sekrete janë më të rrezikshme se çdo rënoj." Eleanore ndjeu një dridhje të papritur. Nuk ishte më vetëm kur po eksploronte rënojat. Ishte si të kishte hyrë në një lojë të kujdesshme të së kaluarës. Një lojë që e thëriste të zbuloj të fshehtat më të errëta. Ajo filloi të vizatonte një hartë të shtëpisë dhe të vendoste në të çdo dhomë ku kishte gjetur dokumente, fotografi apo objekte të pazakonta. Shumë dhoma kishin mure të dyfishta, skaje të fshehura dhe tavane që mund të çonin në korridore të panjohura. Një natë, ndërsa Hyundai ndjente erën e lagësh të bodrumit, ajo zbuloi një tunel të vogël që dukej se çonte nën pjesën më të madhe të shtëpisë. Tuneli ishte i ngushtë, me mure të vjetra gurësh dhe pllaka të thyera. Dhe çdo hap që bënte shkaktonte një tingull të thellë jehone që dukej sikur vinte nga thellësia e tokës. Në fund të tunelit, ajo gjeti një dhomë të fshehur që dukej sikur nuk ishte hapur kurrë. Kur lajmi ra mbi Eleanoren, ajo nuk mund të besonte se ishte e vërtetë. Trashëgimia që i kishin premtuar prej vitesh, një shtëpi e madhe me kopsh dhe pamje nga deti, ishte zëvendësuar nga një objekt i rënuar, i mbuluar nga pluhuri dhe harresa, e gjendur mes rënojave, me derë të thyera dhe xhama të qarë. Ajo ndjeu një përzierje neverie dhe kurioziteti. Muret e shkatëruara dhe dyshemeja e dëmtuar tregonin histori të harruara. Por diçka brenda saj e tërhoqi menjëherë. Një ndjenjë se ajo nuk kishte ardhur kot. Çdo hap që bënte në atë shtëpi të braktisur shkaktonte një tingull të ngjashëm me jehonën e së shkuarës. Dritaret e thyera lejonin rreze drite të futur, duke zbuluar copa të mobiljeve të kalbura dhe libra të hedhur në dysheme. Pesha e heshtjes ishte përtej çdo pritjeje. Por ndërsa Eleanore përshkonte korridoret e ngushta dhe dhomat e mbushura me pluhur, ajo filloi të dallonte detaje që nuk përputheshin me rënojat e thjeshta të një shtëpie të braktisur. Një orë murale që funksiononte ende, një raft i fshehur i mbushur me dokumente të vjetra, një kuti me letra të mbajtura në mënyrë të kujdesshme. Gjithçka dukej se kishte mbetur në pritje të dikujt që do t'i kuptonte. Në një dhomë të madhe në pjesën më të thellë të shtëpisë, Eleanore zbuloi një derë të fshehur pas një perde të prishur. Ajo e shtyu me kujdes dhe një erë e ftohtë i përshkoi fytyrën. Brenda gjendej një dhomë e vogël, e mbushur me objekte të çuditshme dhe të çmuara, të harruara nga koha. Fotografitë e vjetra të familjeve që kishin jetuar aty, librat me shënime dhe diagramet e planit të shtëpisë. Dhe mbi të gjitha një kuti druri e mbushur me dokumente që tregonin histori të fshehura të pasurisë dhe marrëdhënieve që ajo kurrë nuk i kishte njohur. Eleanore e kuptoi menjëherë se trashëgimia nuk ishte vetëm një shtëpi, por një rrëfim i gjallë të kaluarës së familjes së saj. Çdo objekt kishte një histori, çdo letër një sekret që kishte mbijetuar deceniume. Ajo që gjeti aty brenda nuk ishte thjesht pasuri materiale. Ishte një mozaik i kujtimeve, zgjedhjeve dhe humbjeve që kishin formuar gjenerata që e kishin lënë pas vetes këtë vend. Por ndërsa hulumtonte mëtej, ajo zbuloi diçka që e tronditi më shumë se vetë rënojat e shtëpisë. Një dokument i vjetër, i ruajtur me kujdes, tregonte për një marrëveshje sekrete që kishte lidhur familjen e saj me njerëz të fuqishëm dhe të pasur. Një marrëveshje që ishte fshehur nga gjeneratat e mëparshme. Ky dokument nuk ishte thjesht një pjesë historie. Ai kishte fuqinë të ndryshonte perceptimin e saj për gjithçka që ajo mendonte se e njihte. Pas disa ditësh duke eksploruar dhomat e fshehura dhe duke analizuar dokumentet, Eleanore filloi të ndjente një lidhje të thellë me ata që kishin jetuar aty para saj.
Historia e shtëpisë u bë saj, dhe ajo kuptoi se nuk ishte e vetmja trashëgimtare e kësaj pasurie të pazakontë. Ajo ishte gjithashtu kujdestarja e sekretit që mund të ndryshonte fatet e njerëzve që do të vinin pas saj. Ajo që kishte filluar si zhgënjim dhe zemërim ndaj një trashëgimie të zhgënjur u shndërrua në një ndjenjë pushteti dhe kuptimi. Shtëpia e shkatëruar nuk ishte vetëm një vend për të jetuar. Ajo ishte një portal drejt së kaluarës, një mënyrë për të kuptuar se si zgjedhjet dhe fshehtësitë e dikurshme mund të ndikojnë në të ardhmen. Dhe ndërsa Eleanore ul në dyshemen e mbuluar me pluhur, duke lexuar dokument pas dokumenti, ajo ndjeu se historia që kishte zbuluar ishte vetëm fillimi i diçkaje më të madhe. Diçkaje që do të trondiste jo vetëm familjen e saj, por gjithë komunitetin që e rrethonte këtë shtëpi të harruar. Dita pas dite, Eleanore u zhyt më thellë në dokumentet e vjetra. Shënime dhe letrat flisnin për marrëveshje të fshehta, lidhje familjare të komplikuara dhe fakte që nuk ishin përmendur kurrë. Ajo gjeti edhe karta të vjetra bankare, regjistrime pronash dhe kontrata që nuk ishin asnjëherë regjistruar në zyrat lokale. Çdo dokument i ri që zbulonte e shtynte më shumë të kuptonte se shtëpia nuk ishte thjesht një objekt i braktisur, por një depo e kujtimeve dhe sekretet e familjeve që e kishin ndërtuar dhe humbur në të njëjtën kohë. Një ditë, ndërsa po hulumtonte në pjesën e pak të bodrumit që nuk ishte shembur nga koha, ajo gjeti një kuti të vogël metalike, e mbuluar me pluhur dhe njolla gjaku të tharë. Kutia dukej sikur kishte qëndruar aty për dekada. Kur e hapi me dorë të dridhur, brenda gjende një koleksion i fotografive dhe dokumenteve që tregonin lidhje të pazakonta me figura të fuqishme politike dhe biznesi. Disa prej të cilëve ishin emra që nuk figuronin askund në gazetat apo regjistrat publik. Disa letra ishin të koduara, me simbole që Eleanore nuk i kishte parë kurrë më parë. Kur nisi t'i lexonte dhe t'i studionte më me kujdes, filloi të kuptonte një gjë të frikshme. Shumë nga persona që i përmendnin dokumentet nuk ishin të vdekur, por të zhdukur. Disa kishin lënë pas histori misterioze, ndërsa të tjerët kishin humbur çdo gjurmë nga komuniteti. Ajo filloi të ndihej e ndjekur, sikur shtëpia kishte sytë e vet. Drita që depërtonte nëpër dritaret e fyera, hapat e saj mbi dyshemen e kërcitur, madje edhe era që hynte nga dera e prishur duke të sillte mesazhe të fshehta që vetëm ajo mund t'i kuptonte. Eleanore nuk ishte më e sigurt nëse ishte vetëm një trashëgimtare pasurisë, apo një pjesë e një rrjeti të madh sekretesh dhe intrigash që kishin mbijetuar për shekuj. Ajo kuptoi se çfarë kishte gjetur mund të ndryshonte jo vetëm fatin e familjes së saj, por edhe të një grupi të tërë njerëzish që ishin të lidhur me shtëpinë dhe historinë e saj. Kur një mëngjes se hapi kutinë e vogël dhe pa një letër të fundit, ajo mbeti pa frym. Letra ishte adresuar për të dhe me shkronja të shkruara me kujdes, shkruante: "Jo gjithçka është ajo që duket. Çdo hap që bën do të shfaqë të kaluarën në mënyra që nuk mund t'i imagjinosh. Kujdes, sepse disa sekrete janë më të rrezikshme se çdo rënoj." Eleanore ndjeu një dridhje të papritur. Nuk ishte më vetëm kur po eksploronte rënojat. Ishte si të kishte hyrë në një lojë të kujdesshme të së kaluarës. Një lojë që e thërriste të zbulojë të fshehtat më të errëta. Ajo filloi të vizatonte një hartë të shtëpisë dhe të vendoste në të çdo dhomë ku kishte gjetur dokumente, fotografi apo objekte të pazakonta. Shumë dhoma kishin mure të dy fishta, skaje të fshehura dhe tavane që mund të çonin në korridore të panjohura. Një natë, ndërsa hundaj ndjente erën e lagësh të bodrumit, ajo zbuloi një tunel të vogël që dukej se çonte në pjesën më të madhe të shtëpisë. Tuneli ishte i ngushtë, me mure të vjetra gurësh dhe pllaka të thyera. Dhe çdo hap që bënte shkaktonte një tingull të thellë jehone që dukej sikur vinte nga thellësia e tokës. Në fund të tunelit, ajo gjeti një dhomë të fshehur që dukej sikur nuk ishte hapur kurrë, por më e çuditshmja ishte një kuti druri e vogël, e mbuluar me gravura që i ngjasonin simbolikës së shënimeve që kishte parë më parë në shtëpi. Kur e hapi, brenda gjeti një sër librash të vjetër, letra dhe sende që dukeshin sikur kishin kaluar shekuj. Një libër i veçantë tërhoqi me njëherë vëmendjen e Eleanores. Ishte i mbuluar me pluhur, por letra e tij e përparme kishte një simbol që ajo e kishte parë më parë në dokumentet e saj familjare. Një grimcë e vogël që përfaqësonte një rrjet trashëgimie që lidhe me histori të fshehta të familjeve. Kur e hapi, ajo zbuloi një seri shënimesh që tregonin një histori të fshehtë të shtëpisë dhe të trashëgimisë së saj. Shënimet përshkruanin mënyrën se si pasuria dhe sekretet të ndryshme kishin kaluar nga një brez në tjetrin,
duke u mbajtur fshehur nga syri i botës së jashtme. Disa pjesë flisnin për marrëveshje që kishin shpëtuar familje nga falimentimi. Të tjera për lidhje të fshehta që kishin ndryshuar politikën dhe ekonominë në qytete të ndryshme. Çdo dokument i lexuar e shtynte më shumë të kuptonte se ajo që kishte gjetur nuk ishte vetëm një trashëgimi e zakonshme. Ajo ishte portali i një rrjeti të tërë fshehtësish që lidhnin njerëz dhe vendet në mënyra të paimagjinueshme. Por ndërsa Eleanore eksploronte dhomën, ajo zbuloi diçka që e tronditi thellësisht. Një letër e adresuar për të e shkruar me dorë në të cilën thuhej: çdo zbulim ka pasojat e veta. Jo gjithçka duhet zbuluar. Të kuptosh të kaluarën mund të çojë drejt të ardhmes, por gjithashtu mund të marrë gjithçka që ke. Fjalët e thëna me kujdes i dhuruan një ndjenjë frike të thellë. Ajo kuptoi se nuk ishte thjesht një trashëgimtare e pasurisë. Ajo ishte përfshirë në një rrjet intrigash që kishte ekzistuar për shekuj dhe që nuk kishte toleruar kurioz. Në ditët që pasuan, Eleanore filloi të ndiqte çdo gjurmë të fshehtë që kishte zbuluar. Ajo vizitoi vendet e përshkruara në dokumente. Takoi persona që nuk ishin të lidhur drejt për drejt me familjen e saj, por që dukeshin të njohur me fshehtësitë që ajo po eksploronte. Disa ishin miqësor, të tjerë të ftohtë dhe të dyshimt. Çdo takim i dha më shumë informacione, por gjithashtu e shtoi ndjenjën e rrezikut. Një mbrëmje, ndërsa po kthehej nga një nga këto takime, ajo pa një figurë të paqartë që e ndiqte në rrugicat e ngushta të qytetit të vjetër. Zemra i rrihte me shpejtësi dhe ajo filloi të kuptonte se fshehtësitë që po zbulonte nuk ishin të paprekshme. Dikush ishte interesuar për çfarë po bënte. Dhe kjo nuk ishte një paralajmërim e thjeshtë. Ajo kuptoi se çdo hap që bënte mund të kishte pasoja serioze. Dhe të fshehta që po ndjente duhej të trajtoheshin me kujdes ekstrem. Në atë moment, një vendim i rëndësishëm u bë në mendjen e saj. Ajo nuk mund të ndalonte. Çfarë kishte zbuluar ishte e tepërt për t'u harruar. Trashëgimia e saj nuk ishte thjesht një shtëpi e shkatëruar. Ajo ishte një rrjet i fshehtë i historisë që lidhte të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen në mënyra që vetëm pak njerëz kishin kuptuar. Dhe ndërsa rruga drejt së vërtetës bëhej më e rrezikshme, Eleanore ndjeu se nuk kishte rrugë kthimi. Çdo hap që merrte ishte një hap më afër zbulimit të sekretit që mund të trondiste jo vetëm familjen e saj, por gjithë komunitetin dhe njerëzit e fuqishëm që kishin mbajtur fshehtësitë e tyre për shekuj. Ditët e fundit të hetimeve e kishin bërë Eleanores të lodhur, por edhe më të vendosur. Ajo kishte ndjekur çdo gjurmë, kishte studiuar çdo dokument dhe kishte udhëtuar në vende që askush nga familja e saj nuk kishte guxuar t'i eksploronte. Dhe tani gjithçka çonte në një vend të vetëm, një ndërtesë të vjetër të fshehur në periferi të qytetit, një vend që duket sikur nuk ishte prekur nga koha. Kur hyri në dhomën qendrore të ndërtesës, ajo vuri re një altoparlant të vogël, një kutë druri dhe mbi të një letër të vjetër të mbuluar me pluhur. Kur e hapi kutin, gjeti një sër dokumentesh që nuk ishin vetëm të familjeve të saj, por të një rrjeti të tërë njerëzish të fuqishëm, disa që kishin ndikuar historinë e vendit dhe të botës. Por ajo që e tronditi më shumë ishte një letër e fundit, e shkruar me dorë dhe adresuar pikërisht për të. Fjalët ishin të qarta dhe të frikshme. Eleanore, çdo gjë që ke zbuluar nuk është rastësisht e jotja. Ti je e zgjedhura për të ruajtur të fshehtat, sepse vetëm dikush si ti mund t'i kuptoj dhe t'i vlerësoj. Por kujdes, disa sekrete nuk duan të ndahen, dhe ata që i mbajnë do të bëjnë gjithçka për t'i mbrojtur. Eleanore ndjeu një dridhje të thellë, por nuk u dorëzua. Ajo kuptoi se gjithë rënoja, çdo dhomë e fshehur dhe çdo dokument i gjetur deri atëherë kishin qenë një provë. Një test për të treguar nëse ajo ishte aftë të kuptonte dhe të menaxhonte këtë trashëgimi të pazakontë. Ajo vendosi të marrë një vendim. Nuk do t'i shpallte fshehtësi. Do t'i ruante, do t'i dokumentonte dhe do të kujdesej që ato të mos humbnin ose të përdoren për qëllime të këqija. Por ajo gjithashtu donte të shpëtonte çdo pjesë të shtëpisë dhe të dhomave të fshehura, për të ruajtur kujtimet dhe historinë që kishin mbijetuar shekuj. Kur doli nga ndërtesa, ajri i ftohtë i natës e përshkoi, dhe ajo ndjeu një lehtësim të madh. Trashëgimia që fillimisht dukej si një zhgënjim i tmerrshëm ishte bërë një portë për të kuptuar historinë, fuqinë dhe përgjegjësinë e familjes së saj. Shtëpia e shkatëruar nuk ishte më thjesht një objekt. Ishte një kujtesë e gjallë e kohërave, e fshehtave dhe e mistereve që mund të shfaqeshin vetëm për ata që kishin guximin t'i kërkonin.
Në ditët që pasuan, Eleanore filloi të riorganizonte çdo dokument, çdo fotografi dhe çdo objekt të gjetur. Ajo krijoi një arkiv të fshehtë, të sigurt dhe të ruajtur me kujdes, ku çdo sekret dhe histori mund të ekzistonte pa rrezik. Dhe ndërsa rënojat e shtëpisë, tunelat dhe dhomat e fshehura qëndronin në heshtje pas saj, ajo kuptoi diçka të rëndësishme. Trashëgimia nuk ishte thjesht një vend apo një objekt. Trashëgimia ishte përgjegjësia për të kuptuar të kaluarën dhe për të ndërtuar të ardhmen me mençuri. Në fund, ajo që kishte nisur si një zhgënjim i tmerrshëm u shndërrua në një mësim të thellë. Ndonjëherë, ajo që duket si humbje e madhe mund të fshehë mundësi më të madhe për kuptim, njohuri dhe fuqinë për të ndryshuar fatin. Dhe ndërsa Eleanore u kthye për të parë një herë të fundit shtëpinë që dikur kishte qenë e shkatëruar, ajo buzëqeshi me një ndjenjë paqeje. Ajo tashmë kishte zbuluar jo vetëm të fshehtat e së kaluarës, por edhe rolin e saj në mbajtjen dhe ruajtjen e tyre për brezat që do të vinin pas saj. Historia e një trashëgimie të shkatëruar kishte përfunduar, por për Eleanoren, ajo sapo kishte filluar një kapitull të ri të jetës, ku kuptimi, mençuria dhe guximi do të ishin gjithmonë udhërfyesit e saj.